ti, i nderuar zotri, pyetje e fundit që të bëjun ty, do vijosh të punosh për partinë? Po pse për Saliun do punojun, po unë patjetër për Po jo më mund të fare, po për Saliun s'punon kurti. Unë jam themeluesi Partisë Socialiste. Jam i qartë. Pa dyshim që do punoj për Partinë Socialiste. S'do punoj as për Saliun, as për Arlindin, as për Lapajn, pa diskutim. Natyrisht. Se për këtë do punoj. Jo, pikrisht për këtë shkak thashun ju do fitoni. Unë mendoj që ky sistem duhet korrigjuar. Zoti Petro. Unë për këtë mendoj që shkak ky ju do sistem fitoni, duhet korrigjuar. sepse ndryshe nga Dashi që ju vrapoi u holte lape, ju qëndroni aty. Partia ime më dënon, thoni. A mund të them edhe diçka? Jo, s'ka lidhje me dënimin kjo, nuk ka lidhje me dënimin. Jo, më largon. Ka zgjedh vete, mis me hyrë në zgjedhje. Jo, unë atë që Ka zgjedh vete, mos jesh në listat e hapura. Po sikur ti ishe në listat e mbyllura do vinje, zoti Petro? Vete vrau vete. Një minutë. E qua. Po sikur ti ishe në listat e mbyllura do vinje? Po ka shumë deputet. Se kjo është pyetje që s'meriton përgjigje, se përgjigja dihet. Por normale. Është vetëm ky. Një normale që do vinje. Kjo qa, ti do të kompromentosh atë që thash unë deri tani, me këtë që më pyet. Po, unë pyetjet kam. Tani dhe njerë. Nëse ti, unë pyetjet kam, nëse ti do ishe në listën e mbyllur, ti do shkoje. Në listën e hapur ti nuk shkon. Dëgjo, unë në këtë parlament kam qenë parlamentar më i zoti se sa 3 herë të tjera që jam zgjedhur. Jo, po thua gjëra tjera dhe unë jam dakord me këtë. Ashtu. Jemi dakord. Dhe unë Nuk e kundërshton njeri këtë. Unë mendoja dhe mendoj akoma që do t'i jepja pa diskutim shumë më tepër se ca të tjerë që mund t'hyjnë në parlament edhe në parlamentin e ardhshëm, Partisë Socialiste. Por kjo është një komplet çështje tjetër. Që do të thotë në fundit këto janë edhe çështje të një karriere personale ose jo. Ka interesa që janë përtej personales dhe unë gjykoj që këtu idealist që janë kështu nga këta të kulluarit nuk ka. Problemi është që a jemi në gjendje që të harmonizojmë interesin personal me atë publik, apo jo? Kaq. Është shumë e thjeshtë. Ky është idealisti i sotëm. Unë të falenderoj shumë që ndihmove emisionin tonë për mënyrën e sotme. Mirë do ishte të isha aty se kështu është më e vështirë, më thonë. Jo, njëjta gjë, ti nesër unë do t'jap kasetën që ti ke folur shumë nga gjithta. Jo, s'ka lidhje me... Po jo, je më do t'jap kasetën o zotri dhe ke folë më shumë. Po jo, po këtu, nëse s'kemi grusht. Jo, je më integruar në bisedë kur je afër. Unë të lash hapësirë më shumë se të tjerët për të gjitha arsyet. Sigurisht që më duhesh një dhe mua. Për të thënë që... Je diktator liberal. Diktator liberal. Po, jesh gjë e mirë, ore, me këta diktatori qojmë tu. Unë gjë nga mirë shumë. Faleminderit shumë, do shihemi përsëri. Natën e mirë. Atere, të nderuar kolegë dhe zoti Qori tani të shtrojmë dhe një pyetje të fundit të muna. Një Rolandin që këtë pyet. Si bëhet vendit me këto deputet që do dalin tani? Po ti ai thot, mua më thon kolegët e mi që ti nuk del më valla. I ka një orë që ka dalë. Ore ti Ka një orë që u shfaqja ti. Ore ai ka e pash njerë në fakt doli njerë. Tani doli dhe Po më ju... Po jo më ja shiko. Si e vetë... Jepja më valla. Jepja të shikoj. Në fund, shikoj lexo pjesën e fundit. Po të lutem shumë. Atëre, është gati thot, po pret. Po lexo pak përpara pra. Poshtë më poshtë. Jo, më çfarë të lexo. Po bën shaka tani ti? Gati po pret. Ore ta dhe ti. Po ti fillo i dashur. Po çfarë? Bën sigurisht. Përshëndetje njerë, Ylli. Tani ky thot të kundër në kësaj gjë. Se unë do ta botoj nga inati. Se në këtë orë bën këtë gjë. Hajde. Vazhdo. Mos e largo pra. Po. Ti ç'mendon tani? Ju bët lista partia juaj. Partia juaj ja bëri lista o zotri. Ylli. Po. E në mbrëma njerë, unë nuk jam në parti. Unë jam të regjur që në datën 11 qershor, në momentin kur gjykata bulën e kaloi zoti Berisha. Nuk kam qenë unë të Alibeu. Thjesht i kam mbështetur që ata ta bënin një parti me qëllim që të krijojë një fluks i ri opozitar, por nuk kam qenë pjesë e asnjë partie. Ti u ktheve në botën tënde, në botën tonë. Ku ke qenë në fillim me median me këto? Jo, i qëndrova premtimit që kur gazetarët më pyesnin nëse gjykata vulën logon legitimitetin e heq nga ju dhe e kalonte Berisha çfarë do të bësh,
i thash që unë do të qëndroj te Partia Demokratike, por nuk do të jem aktiv në atë parti, pra i posa të jetë Berisha në krye të saj. Edhe kështu që këto zgjedhje do t'i shoh nga divani dhe do jem aty në studio tek televizioni juaj. Do të marrë do të stresim ne pa diskutim. Tani ç'më ndon ti për këtë? Ja dashi i iku. Se kështu keni ikur gjithë ore, te ik njëri ande, tani iku dhe dashi. Shpërndan gjithë, se do jemi dhe pak në një, jemi fare pak minuta, sepse do jemi në një lidhje me një, për një problem tjetër të rëndësishëm që është se ka zbritur dhe djali Trumpit në Serbi. Po. Ajo që do të them unë është kjo që si Rama dhe Berisha, me këto lista që paraqiten, kuptohet që ata shfrytëzojnë dobësitë e bashkëpunëtorëve të tyre dhe këto dobësi ju japin fuqinë atyre. Pra, gjithë fuqinë e tyre këta dobësinë e mbështesin gjithë fuqinë e tyre mbështesin te dobësia e bashkëpunëtorëve të tyre. I kanë studiuar shumë mirë, si Rama dhe Berisha, po Berisha edhe më shumë. Nëse Rama ka bërë një listë të cilën është munduar që të japi gjakun e ri partisë, Berisha ka bërë një listë besnikësh ashtu siç e thatë ju, sepse kriteret e vlerësimit të Berishës për këta kandidat që ka vendosur në listë na bëjnë dhe ne të kuptojmë çfarë objektivi politik ka Berisha në këto zgjedhje. Dhe me atë që kemi për Edi Ramën tani ç'më mendon se për Berishën unë e di çam për Berishën pak a shumë e di çam mendon ti për Edi Ramën, listën e Edi Ramës. Edi Rama është i qartë, Edi Rama e di që e ka të sigurt fitoren, e ka të lehtë fitoren dhe me këtë rast po bën ato arronxhime dhe ti të perspektivës, duke hequr gjithë ata të cilët mendojnë që nuk i ka besnik, apo ata një pjesë e mirë e tyre që kanë probleme me drejtësinë, siç ka futur në listë edhe disa të tjerë që kanë probleme me drejtësinë. Gjithsesi ajo që duhet të them si për Ramën dhe për Berishën është kjo që asnjëri nuk niset nga kriteret universale të vlerësimit të një deputeti, në rastin konkret, të një konkurrenti. Që ato për shembull gjejtëm i shëruara janë si te Andi Mustafaj, ashtu dhe te Arlin Qori, ashtu dhe te disa kandidatë të tjerë. Ato janë etosi, patosi, logosi. Këto kanë kritere tribale në vlerësimin e kandidatëve. Këta kanë kriterin e besnikërisë ndaj kryetarit. Kështu që si Rama dhe Berisha janë kujdesur, do të thënë që të garantojnë pozitat e tyre me këto lista. Po Berisha për shembull ka edhe diçka tjetër që e ka përcjell Ramën, se unë mendoj që Berisha është truri i Ramës në fakt. Se këtë sistem janë javën e ardhshme ne do jemi bashkë në studio. Ta mbyll me një fjali duhet. Me një fjali po. Ashtu. Berisha preferon më mirë që ta duan, por preferon dhe ata që e respektojnë. Por më mirë ta duan se sa të respektojnë dhe mbi të gjitha ata që respektojnë nga frika pastaj i përzë fare. Ndërsa tek rasti Andi Mustafajt është e qartë fare, besnika i tremet pathosit që ka Andi Mustafaj dhe të rinj të tillë, të cilët nëse i shikon si një mundësi që mund t'i rrezikojnë vendin e pasardhësit.